Në jug të Malit të Zi, midis kodrinave të buta dhe brigjeve të liçenit të Shkodrës, shtrihet kraja, një krahinë e lashtë e njohur për natyrën e saj të egër e të butë njëkohësisht, dhe për një histori që ruhet ende, si një këngë e vjetër në kujtesën e banorëve të saj. Këtu, ku gjuha shqipe është rrënjosur thellë në guret e shtëpive dhe në trojet e moçme, koha duket sikur ecën me ritmin e vet, të ngadalt, të qetë, por të qëndrueshëm. Kraja, për shekuj me radhë, ka qenë tokë e punës, e mikpritjes dhe e qëndresës. Rrugicat e fshatrave, krojet e freskëta, pemët që i kanë përballuar erat e dimrit, të gjitha tregojnë historinë e një jete të thjeshtë, por të pasur me tradita. Lënda ime nuk është historia, po megjithatë, masi që unë 70 vjet i kam kaluar këtu, kraja momentalisht është pjesë e administrative e komunës së Tivarit, njëra ndër bashkësitë më të mëdha territoriale me sipërfaqe, dikur edhe me banor, ku vetëm kraja ka pas mbi 5.000 banor dhe ka qenë shumë më e madhe se shumë komuna edhe sot në veriun e Malit të Zi. Dërsa sot, për fat keq, shpërngulja, migrimi i popullatës ka bërë që këtu të ketë banor rezident shumë pak, bilen nëse zgaboj në 1.000. Kushtet ekonomike, rrethanat politiko-shoqërore kanë ndikuar që kranjanët kanë qenë të detyrueshëm të jetojnë, të gjejnë një jetë më të mirë. Një pjesë e madhe, gjithashtu pjesa më e madhe e kranjanëve sot jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mbase edhe më shumë se 3/4. S'ka ndonjë të statistikë zyrtare, po ashtu konsiderojnë, disa pjesa tjetër në qytetet përreth. Historikisht, kraja ka qenë e lidhur me Shkodrën. Dhe këto kufijt janë ndryshuar disa herë. Që nga, pa marrim historinë më të re, në vitin 1878 kraja përgjysmohet. Gjysma e krajës është në mbretërinë e Malit të Zi, ndërsa gjysma tjetër, Skeja, Armneshi, Ostrosi Madh dhe Ostrosi Vogël i takojnë Perandorisë Osmane. Kjo zgjat deri në 1913, kur kufijt shkojnë në ku është edhe sot, kufini shtetëror, dhe kraja bëhet një. Do të thonë, megjithatë, edhe pse kanë qenë në shtete të ndryshme, kranjanët kanë ruajt atë autoktoninë e vet, marrëdhëniet e veta shoqërore, politike, ekonomike e të tjera. Pastaj vjen në viti 1913 që thash më parë, dhe kraja i takon Malit të Zi, gjithçish mbretërisë serbo-kroate slovene. Deri në 1948 kufini me Shkodër ka qenë i kalueshëm, i kaluar me letër njoftim, sikurse edhe sot që kalojmë, dhe qyteti më i afërt ku kranjanët kanë bërë tregtin, do të thonë kanë blerë sapunin, sheqerin, vojgurin e të tjerë dhe kanë shit prodhimet e tyre bujqësore dhe blegtorale ka qenë Shkodra. Përndryshe, po të prej Armneshit, është një statistik që është një 2-3 kilometra prej këtij momenti ku jemi sot, është bërë 1-2 orë gjysmë deri në 3 në kam me shku në Shkodër, ndërsa me mjetet transportit tjere s'ka pas vetëm lundrimi përmes liçenit të Shkodrës dhe edhe më herët deri sa 1959 kur është hap rruga Vir Pazar Ostros, rrugë e pa asfaltuar, kështu me kaldram, i vetmi mjet komunikacioni ka qenë lundra dhe anija në për liçenin e Shkodrës. Dhe deri vonë, edhe unë si mësues nxënësve u kam thënë që në kraj ka qenë më i zhvilluar komunikacioni ujor se sa automobilistik dhe e kuroror. Dhe me thonë, deri në 1948, kur me rezolutën e Informbyros mbyllet kufini dhe prishen marrëdhëniet e Jugosllavisë, Titos dhe Shqipërisë, atëherë mbyllet kufini dhe kranjanët janë të obliguar edhe detyrueshëm që tregtin ta bëjnë në Ulqindën Tivar, e që
më i largëti është Tivari 45 km nga këto e Ulqini 35. Për atëherë kraja bie në administratën e komunës së Tivarit. Më vonë, në kraj, në histori shkurt po flasim kështu, në Matrej, hapet rruga në 1959. Ajo ka qenë vetmi arterje që ka qarkullua kamioni, fillon diçka pak të lëzohet, atëherë të hapen dyqanet, sepse ma parë qendra krajes nuk ka qenë Ostrosi, po ka qenë vani i Shirqit, ku atje ekzistojnë gërmallat e shitoreve, të monopolit të duhanit, një mullini që ka punu me naftë, blurën e drithë e shumë të tjera. E ma vonë, kur hapet rruga, hapen shitoret e para këtu në Ostros, shitoret e furnizimit të popullatës me ushqime, me strofet e tjerë, kur me kamion vishin njerëzit këndej. E bëhet tregtia. Ma vonë, vehet edhe një autobus që qarkullon prej Titogradit atëhershëm deri në Ostros, një herë në javë, jo, për çdo javë ka qenë. E 1972 hapet rruga që është prej Katërkollit deri në Ostros. Atëherë fillon edhe lulëzimi një farë mënyre, kjo ishte 1972. Pikërisht atëherë unë kam qenë mësues i ri, atëherë kam marrë diplomën e mësuesit. Dhe më kujtohet se aty lulëzoi, filloi të hapet shitoret të ndryshme, fabrika e përpunimit të bingme mjekësore, Barbilin nga Tivari, ku kanë qenë të punësuara mbi 150 gra, forcë punëtore plus administrata, po edhe aq kanë qenë të lidhur indirekt me këtë fabrikë. Pastaj fabrika për përpunimin e pjesëve koshuta që tinjes nga përpunimin e pjesëve të sipërme tek puzëve, ku me skoperimit të ndryshe punonin një gratë e krajes edhe të tjera. Me fjalë tjera, fillon edhe hapen shitoret, majmen, këto që ka pas edhe shitore edhe të teknikës e bardhë, ndërtimin, cimento hekur për ndërtimin e shtëpive të tjera, po që po. Ka pas edhe një kohë shumë gjatë, ka ekzistuar edhe kanë qenë linjat e autobusit për Podgoricë një herë në ditë, që tash vazhdon prej Podgoricës për Ulqin edhe vjen këndaj e kalon edhe në atje. Mandej vjen 2-3 lidhje nderurbane me Tivarin, po aq edhe për Ulqinin. Edhe në Drek, edhe Bazin. Punëtorët kranjant kanë punuar në Tivar dhe në Ulqin për ndërmarrje të ndryshme publike. Ka ekzistuar një kohë të gjatë që në shkolla plotësohet me kuadrin vendas që është kuadri i kvalifikuar tashti, një generacion e kam quajt ai është Berezim, që e kam shkruar një artikull që sot e kësaj dite krenohem që e kam shënuar, që ka qenë brezi i arti i arsimit në kraj. Domethënë fillojmë nga vitet 72, 3, 4 deri sa kanë dalë në pension. Numri i nxënësve në atë kohë është mbi 560. Për fat keq sot është diku përmi 50, nuk jam i sigurt. Me fjalë tjera, pësoj një zhvillim. Pastaj, rrethana të ndryshme shoqërore, si në 81-shin, kur demonstratat në Kosovë, pastaj vjen ma vonë, fillon të lëkundjet politike, distancimet, njerëzit marrja në ftesat për të shkuar në front në vitet 90-ta, luftim në Kroaci dhe në Bosnjë, ban të mundshme që ndikuan që popullatët të shpërngullet dita ditës dhe të bie numri i popullit i nxansë. Këtë drejtim, patjetër edhe zhvillimi ekonomik mbetet, kur ndërmarrjet transferohen tashti prej ndërmarrjes qetënore në publika, apo se di si e thanë emrit. Kështu që sot konkretisht, unë, familjen time, jemi 4 vëllezër, deri para 2 vjetëve, unë kam qëndruar këtu, të tjerët jo. 2 në Amerikë, janë në Kosovë, o edhe unë, duke parë që edhe fshati po zbrazet, vetë në këtë moshë nuk mund të jetosh, deshte, kam nostalgji për vendlindjen time, vej për çdo vikend,
po s'mund të kthehet ajo që ishte dikur. Kam qenë protagonisti shumë ngjarjeve arsimore, kulturore, jo ekonomike, se kam qenë i profilit arsimit. Di që filloj të lullëzoj krahas ekonomisë, filloj të lullëzoj edhe jeta shoqërore. Do me thonë, shkolla ka qenë njëherë barësja kryesore, jo vetëm aktiviteteve arsimore, por edhe atyne kulturore. Pastaj, ne 81 për të parën herë regjistruam edhe shoqërinë kulturore artistike Liria. Organizojmë koncerte, turnir futbollit e kështu, një farë jete kulturore ka qenë pak ma në nivel. E di që edhe këtu vishin edhe revistat ditore të shtypit, edhe Serbi po vinte edhe Rilindja, kohë pas kohë, Prishtinës në atë kohë, që tash nuk është shuar edhe atje. Ne shkollumit që paka shumë parapaguar, jemi parapaguar edhe në librat edhe në tekste, në doracak ndryshem, edhe të profesionit, po edhe të ditore dhe kështu revista javore ose mujore. Ma i mend që në atëherë Koha ishte një revist që doli në 79 dhe mandaj u fik ma vonë. Kam qenë edhe bashkëpunëtori saj që ishte në atë kohë, se jam marrë me dëshkrime. Mandaj në vitit 90-a e regjistruam edhe shoqërinë përsëri, ndroi situata, rrethana shoqërore, ramuri i Berlinit nuk ishte ajo që ishte, e bëm edhe shoqërinë kulturore artistike Kraja, funksionoi për një kohë, që tash si me ikjen e njerëzve dhe ajo nuk funksionon. Bile unë kam hulumtua mos po ja gjej as dokumentat, nuk di se një kohë kam qenë edhe kryetari i saj për një 4 vjet. Po mandaj kanë vazhduar të tjerët, po s'kam tash informacion se ku ishte ai dokumentacion, se do të ishte shumë më rëndësi me pa se diçka. Ishte një dokumentacion i mirë, historik, për ngjarjet kulturore në këtë trevë. Është realizuar, ajo shoqëri kulturore artistike ka regjistruar vetëm dokumentar për darsmen e Krajës, në mënyrë amatere. Kishte edhe thashë, jo nuk bani, po ban shumë mirë, se vetëm 50% tjetë realitetit shihet në atë dokumentacion, mjafton se sot nuk po e ban kush edhe nuk mund e shkon me ba, duhet një strukturë profesionale që e ku me i marë sot ato, se po shihet gjithë treva shqiptare në Maldivë se sa jemi edhe si. Traditat në Kraj janë pa ndara prej traditave gjithë shqiptare. Shqiptarët i ka karakterizuar mikpritja. Ajo tradit edhe në Kraj është edhe sot e kësaj dite e pranishme. Ka ndryshuar rrethanat, por brezi im gjithmonë ka thënë shtëpia e shqiptarit është e mikut dhe e Zotit. Tradita ka qenë që këtu kush ka ardhur në shtëpi nuk është kthye pa një kashat bukë, që ka thënë pa unë sofer, me çka ka qelluar bukë e krype zemër. Traditat janë nga humbrit, mua vjen keq, unë jam marrë pak, kështu pa thamë në mënyrë amatere, jo në mënyrë profesionale me këtë dhe kam shkruar disa, por ta marrim veshjen Kranjan e kanë ruajt femrat, gratë, për ndryshe mashkujt nuk e kanë ruajt. Nuk e kanë ruajt. Unë, si fëmijë maj mend, kapuçin e barë, trakqirt dhe jalekun, po tash nuk shoh që e ban dikush të rrallë ndonjë. Ndërsa gratë e kanë ruajt traditën e vetë e veshjes. Dhe edhe unë e kam thënë edhe gjithë për e thamë këte, interesant është edhe Hajrol Qinaku, kur mësues, thot edhe ai është bind, kur ka punu mësues, ka thonë, si është e mundën një trevë që nuk ka ujë gjallë, s'ka burime ujë, e veshja e grave është krejtësisht e bardhë dhe pastër. Dhe dallohet, kur hyn te veshja, to janë ajo që është ruajt e vesha, që ndashta mundësi edhe me pa kamera juaj sot këtë manifestim të që po bëhet, që ka shihni ndonjë veshje tradicionale kranjane, ku dallon veshja vajzës e nusës dhe plaka. Janë ruajt traditat e darsmave, martesave, të fejesave, është ruajt edhe traditat e mortit. To janë
që janë ruajt edhe sot e kësaj ditit, dhe me thonë, me ndoshta ndryshime se bashkohorja vetë e ka bërë vetet, për mundojmë t'i gërshetojmë tradicionalen me bashkohore. Darsmat, ko zënë të darsmat, dikur, këto janë bërë darsmat, kuptohet me topan. Ska pas, pa ma vonë me kalimin e kohës, harmoniko, violina, surla, dajrjat e tjerë. Tashti, që gjithkon, po me gjithate, kënga popullore, këngët e nusës, këngët e darsmet, kur nuk janë shkeput nga jo tradit. Edhe luhet edhe vallja krajone pak, por edhe ajo që ka qenë e zakonshme këtu. Mes të gjitha dhuratave të natyrës, një prej tyre është bërë simbol i krajës, gështenja. Me trungje të vjetër, të gdhëndur nga koha, gështenjet e krajës janë dëshmitare të historive të shumta. Për banorët, ato nuk janë thjesht pemë, janë pasuri, janë tradit, janë përcjellës brezash. Prej tyre vinë shije, kujtime e madje edhe mbjetesë. Prandaj çdo vit, kur vjeshta sjell aromën e frutave të pjekura, në kraj zhvillohet një fest që bashkon gjithçka. Festivali i gështenjave. Ky është një moment kur banorët hapin dyert, rrugët mbushen me ngjyra dhe vizitorët vinë nga afër e larg për të shijuar traditën e vjetër që vazhdon të jetojë. Gështenja është një pemë e rrallë që ndodhet në trevat shqiptare në Mallzi. Ka edhe në Deçan, ka edhe në Reç, në Shqipni, ka edhe në vende tjere, por ka edhe në Bregdet, në Kakotori, në Stoliv atje. Mirë po, kraja është vendi jashtëzakonisht i pasur me trungje të gështenjave. Trungu i gështenjes në kraj është i vjetër sa edhe trolli i këtij vendi. Mbase mund të jetë sa edhe e ullirit, sepse ullirit kanë një gjatësi shumë me shekullor. Edhe këtu mendoj që janë shumë, sepse ka gështenja, trungje gështenja që s'mundesh me ditë sa mund të jenë, nuk mundesh me, edhe po ta presh nuk mund t'i gjesh vrellat, sepse kanë mbet, na thëmi një vend në Arbnesh atje, edhe si mikrotoponim gështenja madhe, që ka ndoshta harkun rrethor 4 metra, trungut, rreth trungut, që ka vetëm një deg të njom, po trungu i ka mbet edhe nuk, dhe me thënë janë shumë të vjetra. Unë në një shkrimtimin që e kam bërë diku para 20 e sa vjetëve, kam shti njerëzit të numrojnë në për lokalitetet ndryshme trungjet e gështenja dhe kam marrë në përfundim që aty në kraj ka mbi 20.000 ranjë trungje gështenjas. Dhe ato gështenjat e buta. Duhet dalluar, se njerëzit thonë gështenjat e egra dhe gështenjat e buta. Gështenjat e egra janë gështenjat dekorative që frytin nuk ka as. Por se këtu në kraj nuk ka gështenjat e egra, ka gështenja si emen ekziston, po janë gështenja vetë mbirëse. Dhe ato piqen më të para. Nuk jetojnë shumë. Ato mund vetëm të zihen, sepse sigurisht që kanë veti të shqyse, sigurisht ato ekspertit e din, sepse me njëherë krymose, një hynë krymi. Nuk jetojnë ato. Ato janë të para. Më vonë, ka lloj gështenjash që
njerëzit e këtu i dallojnë. Brezim i dallon. Fillojnë borçet, janë një shenjë madhe vjen. Gardhe, mallkuqe, bashkë madhe, krye zezat, lloj një 10, nuk e di sa. Pastaj është një shenjë shumë kvalitative që është dielaça, që rriten në ftjan, një pjesë që quhet diele, sigurisht që e kanë marrë emrin sipas vendin ku kultivohen. Kemi kështenjat xhabenge, ajo është shenja ma cilësorja, ma e mira, ma e ambla, piqet ma avona. Vjelja, dhe thot shkuni aty se na thom shkun kështenja, nuk thom vjele, se me vjel nuk mundesh me kap me dorë, sepse ka atë ferën që të thret, po shkundja kështenja fillon në 10 ditën e parë të tetorit dhe zgjat një muaj deri në gjysma nënorit. Dhe thash më të parat piqen këta, mandej shkojnë gradualisht njëna mas tjetër. Zakonisht lulëzojnë në fund të qershorit dhe në korrik, e kanë atë pjesën e lulës sikur bisht i gjelit, i thonë res. Aty fillon edhe sajohet pastaj fryti. Tash po m'del prej mendes, në vitet 1964 u patëra kanceri i lëkurës. Edhe droja e madhët ishte që do të thahen të gjitha. Mirë po fati e desh që një vjetë dhe kalaj. Njerëzit u interesuan, pastruan dhe shpëtuan. Tash si më lidhet kështenja, sigurisht e ishte më interesant. Sot është lehtë, ma përpara gështenjat janë ruajt. Dhe me thanë, njerëzit kanë paguar një njeri, kuptohet jo, ndoshta edhe me pare, nuk e di, po edhe me gështenja që s'ka pas, që me i ruajt prej mos i hajnë baktia, ato që bijnë vetë në tokë. Dhe ai ka qenë një muaj ditë, është sjell në plantacionet me gështenja. Ati i kanë thënë ushtori. Ushtori ka ruajt, dhe kur janë lëshuar që i kanë shkuar, atëherë janë lëshuar të gjitha gështenjat dhe ka mund t'i mbledh edhe ata që nuk kanë prona. Interesant është që pjesa ma madhe gështenjave janë në prona shoqërore të përbashkëta, por secili e din trungun e vet. Dhe nuk shkon ta mbledh tuj, nëse janë e mbledh vetëm atij, jo të tjerë. Ka qenë kjo si tradit që ka karakterizuar gështenjën. Mbledhja është bërë e eshgave me një dru në formë të mashës e zjarit, që është edhe mos me i prek durët edhe e shkut në shporta prej thuprave, bartë janë me koshat e mdhej, edhe ato të bërë prej thuprave dhe i kanë quar në një vend që i kanë thënë lami i gështenjave. Aty i kanë stivuar të gjitha, i kanë mbledh, i kanë bërë rafsh, i kanë mbuluar me fije, në mënyrë që i kanë ruajt përdimin edhe për ushqimin e vetvetit dimnit dhe për t'i shitur në festat e fundvitit Krishtlindje dhe Vitit Ri. Sepse në çdo tërheqës është e preferuar që për Vitin e Ri dhe për Krishtlindjen të ketë çdo fryt nërta dhe gështenja. Kështu ka qenë në të kaluarën. Edhe sot, përdor po, me grumbullimin e këtyre gështenjave, familjet kanë pasuruar, kanë mbush buxhetin familjar, po disa besa kanë siguruar edhe bukën e gojës. Kjo është e gjitha. Ata që i kanë shit, kanë bërë tregtir dhe dregu ka qenë Podgorica, Cetinja, edhe Dubrovniku e Sarajeva, kur në atë Jugosllavinë e Titos themi. Më vonë, tashti edhe sasia ka ardhur duke rënë, sepse nuk kanë vu njerëzit shumë dorë në ta me rrujtjen e tyre. E për rrujtjen e gështenjës duhet të krasitit, të herët thomna, pjesë të thata të hiqen, po për të hek duhet hypur nalt. E nalt nuk është lehtë, po njerëzit përpara, masi që kanë jetuar me ta, e kanë pas burim jete, e kanë shfrytzuar këtë mundësi dhe kanë punuar shumë. Kanë siguruar edhe ushqimin, po kanë siguruar edhe bukën e drun për nxemje. Dhe gështenjat janë edhe sot e kësaj dite, i vlerësojnë njerëzit. Këto që bijnë pa eshgët, pa janë piklat, u kanë thonë, që edhe sot janë i shesin, ato shkojnë heret, nuk jetojnë shumë,
jetoj 1 muaj 2, po jo edhe ma shumë, dhe konsumohen në momentin kur edhe mlidhe. Si kanë shkund? Shkund është dash me bren një thupur e gjatë, me gjatësit ndryshme, po e lakushme, që mos me e thyë degen, se e lëkua maja ka qenë. Brenat ka mund me qenë edhe 3 metershe, edhe 5 metershe, edhe 7-8. Dhe me te i kanë që me ragje në tokë ajo. Me mle thash matë bigen, shkuni kanë me brenë. Sot nuk janë ma aq trungje. Ja pse nuk janë, sepse nuk njerëzit kanë migruar, ata janë lanë në mshirin e kohës. Në mshirin e kohës i kanë buluë egerësia, them në bima eger, bimësia eger, dhe bimësia eger kur i mbulan, ajo vjen edhe thahet. Pastaj është edhe ky paraziti beshtan t'i thomi në hord, që është parazit që e vesh me gjelbrim dhe ja thith të gjitha dhe shkon deri te thari aty. Unë se dita sa mund t'jenë trungje, gështenjesh sot në kraj, por sigurisht që është e përgjithshme. Plantacionet më të mëdha të gështenjeve jashtë Gvozdi, këto që shin prej Ostrosit deri në Gështenj, në Ostros dhe në Ardenesh. Megjithëse se gështenja ka prej Shtegvashe deri në Pinç, në një gjatësi kështu lindje prendim gati 20 kilometra për anë rrugës, edhe në Liare edhe në Briskë, në shumë vende ka gështenja. Ekspertit thonë që gështenja ku ka fijet, mund të ketë sukses edhe rritja gështenjë, sepse toka duhet të ketë thartira për të zhvilluar gështenja. E dobishme është sepse në rresin, në lullën e gështenjës, bleta thith nektarin, e ajo mjalt, nga të thonë, të që është shumë i dobishëm për shëndetin e një dutë dhe për hekjen e shumë smundjeve, sidomos të asmes. Druri i gështenjës është mjaft i rëndësishëm dhe për ndërtimtari, sepse qatit e shtëpive krajane, sidomos edhe gjetju, sidomos janë lana si që quajmë ne, qatit janë të punuar prej drurit e gështenjave, sepse janë mjaft të qëndrueshme dhe ndoshta disa shprehen që druni i gështenjës i futur në dhej, ma par mundet, nëse ashtë skuq, ma par mundet më prish shtylla e hekurit, se sa mundet druni i gështenjës. Do të thotë kjo është një përshkrim se sa i qëndrueshëm është druri i gështenjës. Druri i pemës gështenjeve është përdor për qatit e shtëpive, sepse gjatësia e saj është shekullore. Edhe në Shkodër, kur ka qenë kufiri, tam para 100 vjetëve, lëndën drusore për kulmet e kanë marrë, e kanë blerë në kraj. Pse? Sepse edhe po të lagët e përballon, nuk kalben. I thonë, skuqi i gështenjës, ajo pjesa mrensme e drunit, është shumë e fortë. Tëraret e shtëpive janë në kraj krejt, vjetra kuptohet tash kur janë bë me lanë drusore, prej gështenjës. Pastaj,
janë bërë edhe lundrat e sulet në për licencë, sepse kanë përballu ujin, kanë jetu shumë. Edhe qymyri, thëngjilli për farkataret, këtu që kanë pas në kraj, e kanë ba prej drurit të kështenjeve. Edhe ate pikrisht, për atyri kur i kanë herë, atë dru e kanë rujt, kujtohet si fëmi kur farkataret i dishin ato, dhe i rushin ma të shiqin e fryshin për me farku e hekurin, që ka gjenin temperaturë. Bile është, në qofë se përdoret shumë druri për nxemje i kështenjes, 1-2 vjetë që kaftoret i djek. Do me thoni, aqë shumë kanë nxehtësi. Që 17 vjetë, këtu mbahet një ky manifestimi i ditës së kështenjës. Është mirë që o ba. Unë nuk e kam të mburëm, po nuk mund të them edhe të anashkaloj. Në 2006, në Stoliv, Averkotorit organizohet dita kështenjeve. Dhe si sot e majmen, ka qenë 29 tetorit 2006. Bashkinë lokale të Krajës e thirin mysafira atje të e ditë që tu ka kështenja. Dhe shkuam, kryetari bashkisë lokale në Set Perashin në atë kohë, Nail Popovici një agronom, unë kam qenë atë kryetari degës e lidhjes, financova me mjetet mje se shkuam edhe një farë, një kushishte Maxhuri, qerem Maxhuri, morem edhe një vajzë që qatë ishtë mjeke, të uta gjëshbritaj, e veshe komtare dhe shkuam, bom një banak atje, me gjitha prodhimit, po me dominante e kraja. Ishte banaku maj vizituar nga manifestuesit aty. Dhe u befasuan njerëzit që nuk ishin njoftin në atë pjesë. Me ndihme në një gazetari të Cetinja, po që ishte agronom, në Trezën e Rumullak, unë propozova, aj me ndihmoj, tha, Kraj janë gështenjat më të shishme dhe më të mire në krejt malin e zi. Dhe unë propozova që manifestimi i arshëm të organizohet në Kraj. Dhe faktikisht, me 28 tetor, 2007 që organizimi i parë, këto organizuam, gradualisht shkoj deri në ditën e sotme, ishte 17, është mirë që bëhet të, njerëzit tash 2-3 vitet e fundit. Atëherë kemi pas vështirësi organizuar, sepse se di rrethanat e tilla, unë jam një njeri që i kam takuar një subjektit politik shqiptar për 25 vjetë, jam edhe sot antar, po jo edhe në një pozitë, sepse mosha ka bërë veten, dhe na paragjykonin, një duhet, jo, po nuk ishte ashtu, s'është ashtu. Sepse pak gjeshim sponsor të na animoj, bëshim me vullnetin e madh tonin me njerëz, me mund diçka nga gradualisht e. Sot kemi pas sukses edhe në kohën kur unë kam qenë në politikë, që ta shtim në programin vjetor të manifestimit me rastin e manifestimit ditës së komunës të Varrit dhe tash e financon komuna, organizata turistike, bashkia lokale organizon, është jashtëzakonisht mirë dhe më pëlqen që ishtë kështu. Ka pas edhe probleme, jo probleme, kur ndërhynin me programe që nuk i takojnë Treves. Ishte vetëm gështenja dhe prodhimet e, po të tjera të doshin, unë gjithmonë kam kundërshtu dhe kam thënë në qoftë se duhet me valorizua një Trev. Ky manifestim është bujqësor, turistik dhe artistik. Në qoftë se duhet valorizohet edhe kultura Treves, duhet valorizohet autoktonia e Treves,
krajës, veshja, muzika, folklori, shkrimi, kultura në përgjithësi, tradita, edhe tjerë. Vjen mirë që u realizua tash, masi që unë nuk jam ma pjesë e ati organizimi, po që pa dëshim që kam hisen, falenderoj këta që vitet e fundit më ftojnë zakonisht, më respektojnë edhe e din paka shumë. Ky manifestim ka shumë domethënie, sepse ata pak njerëz që kanë met këto që mirën me kultivimin e prodhimeve bujqësore dhe blektorale kështu. Për këto dy ka mundësi që mos shkojnë t'i varë në qenë Podgorit t'i shesin prodhimet e veta, po t'i shesin në vendin e vetë këto, ose ta peshkot, liqenit e tjere e tjere. Kraja është vend i bukur, është vend i mirë, është lanë pas dore, nuk ka ujë, do më thonë vend i pa ujë, ku liqenin e kemi, ku të me mrit me ujë dorën me zgjate, me laj faqet, me laj fytyre, po nuk kemi ujë. Kemi bërë përpjekje maksimale që ketë një ujësiet si kraj, të furnizohet kraja me ujë. Nuk erdhe deri te realizimi i tij. Dhe kjo, unë mendoj që është ajo madh kryesorja që një vend që shpërngulja popullat, që kur të kishte ujë të bollshëm, se këto ka shumë prodhuese e pak, po shumë prodhuese dhe kvalitative. Nuk përdoren pesticidin e këto mjetet preparatet kimike për t'i shuar këto. Manifestimi Festa Gështenja ka filluar diku me pjesëmarrjen e një grupi të nxansave, ndoshta në festën e Gështenjave në viset bregdetare të Kotor. Mirë po aty janë nisur përpjekjet maksimale, janë bërë që të organizohet një fest e tillë edhe në kraj, sepse kraja është një zonë që është shumë e pasun, sidomos me gështenja, jo tash për tash, po gështenjat janë bimë shekullore dhe me mija vjetësh që janë në këto troje dhe dikur gështenja ka qenë edhe ndoshta ushqim kryesor, sidomos dhe ka përfituar edhe përfitime financiare, materiale që kanë pas populata e krajës. Mirë po, vite pas viteve manifestimi ka shkuar me programe të ndryshme dhe nuk lirisht mund të them nuk ka qenë tradicional. Pse nuk ka qenë tradicional? Këtu janë ekspozuar dhe kanë reklamuar reklamime përveç krajnjanëve dhe muzikës dhe programit ton nga këto vise, nga zëri këtij popullat, kanë pas dhe programe të ndryshme që nuk jam kundër atyne, por nëse sot keni ardhur mysafir në kraj, duhet të ndihni muzikën dhe këngën e kësaj popullate që është në këtë vend. Kena bën përpjekje vite pas vitesh që më të vërtet popullata e krajës duhet të nderohet, duhet të respektohet, sepse duhet të vinë mysafirët të ndëgjojnë njëherë këngën tonë, të mësohen me traditat tona, të mësohen me prodhimet tona dhe të shfrytëzojnë edhe të zhvillojnë edhe ndoshta edhe një përfitim maksimal me prodhimet e tyre bujqësore që ishet kraja. Kështu nuk ka qenë lehtë që të arrihet deri te disa qëllime, megjithëse që kohën e fundit para disa viteve një përkrahje mjaft të mirë e kemi gjetur nga pushteti lokal, të cilët nuk po përzihen në organizimin e punëve dhe organizimin e këtij manifestimit dhe e kanë kuptuar se Festa e Gështenjave është e krajs edhe krajs, kur organizohet në kraj, se Festë Gështenja shkan edhe vise tjera, e në Shqipëri e gjetju, por kraja, manifestimi Festa e Gështenja në kraj është e krajnjanëve dhe duhet ta organizojmë ne ashtu si e mendojmë dhe si e dim. Kështu që neve kena bë përpjekje që disa vite që të ketë Gështenja për edhe manifestimi të ketë një rëndësi kulturore edhe turistike dhe bujqësore, sepse bujqësia është në kraj dhe zhvillohet me si prodhimet mjaft të mira që prej Gështenja dhe në kraj përgatiten prodhime dhe lloje të ndryshme, sidomos të amelësirave, me gështenjat e krajës. Mandena është turistike sepse edhe shëndetësore, duhet ta quaj, sepse ajri
në pyjet e gështenjave dhe freskia që sjellin pyjet e gështenjave të knaq shpirtin dhe aromen e jetës në këto vise. Por është edhe kulturore, sepse kjo kultur rritet në këto vise dhe rritet me një cilësi të lartë dhe me lloje të ndryshme apo me sorta të ndryshme të gështenjave që janë në kraj, edhe popullata, edhe që bën tregti për gështenja, duhet të njohë se cilat janë gështenjat për pjekje, cilat janë për zimje e tjera tjera. Në kraj, që publikisht mund të them që një ndër mbretneshat e gështenjave për pjekja është gështenja Xhabenga dhe Mallkuqe, po ka dhe gështenja tjera Gardhe, ka dhe gështenja tjera kadendxike e lloje të tjera të sorteve, por thash këta janë dy sortet që ne i përdorim më të madhe dhe kush i njeh, këta janë shumë të mira dhe të kualitetit të lartë. Me këtu i bank për pjekje dhe mendime, thash nuk ka munguar mbështetja e organizatës turistike në Gativari, nuk ka munguar mbështetja e komunës së Tivarit. Neve kemi arritur që të zhvillojmë edhe një konkurs që kemi shpallur në kohën e vorë dhe në mjetet tjera të informimit. Si kryetari bashkësisë kam formuar një komision regjisor, që komisioni ka shpallur konkursin për 3 punimet letrare më të mirat janë vlerësuar me vlera mjaft të mira, me çmime mjaft të larta, dhe për 3 punimet artistike po ashtu janë vlerësuar. Në këtë kontekst, sot është hapur edhe ekspozita në sallën e shtëpisë këtu të bashkisë lokale dhe ekspozita me punimet më të mira të cilat janë përzjell nga komisioni dhe janë çmuar nga komisioni gjegjës. Kështu përveç asaj, neve sot organizojmë, duke ju falenderuar thash komunës, edhe ushqimet tradicionale, sepse me kemi përgatitur një sasi mjaft të madhe të gështenjave, të cilat popullatës së shumë që po vjen nga të gjitha vistë të Malit të Zi, nga Shkodra dhe Shqipëria, gjetjur nga Kosova dhe eminent të ndryshme, na sot i udhërojmë me mundësive, edhe me ushqime të gështenjave, edhe me ushqime të peshkut, sa është tradicional në këto zona, sidomos gjumca e jonë. Po ashtu dhe prodhime tjera ushqimore të cilat do të shpërndahen popullatës. Kjo dahen gratis sepse komuna dhe organizata turistike e kanë mundësuar këtë dhe na i kemi shfrytzuar. Neve po ashtu kemi ba përpjekje maksimale që këtë vit një risi e kemi, sepse programi do të mahet 2 ditë. Dhe bëhet përveç programit do të mahet dhe program kulturo-artistik 2 ditë, se 2 ditë e kemi marrë edhe vitin kaluar, por si mjet kemi 2 ditë program kulturo-artistik dhe kemi gatitur një bind të shkëlqyeshme sepse e meriton kraja me pas një bukuri dhe yjet që na vinë këto ditë në kraj meritojnë të paraqiten në skenë para një bine të tillë të mjaft të pason edhe me frytet e bimëve që rriten në kraj, edhe me lulet e begatshme dhe të jetë mjaft e stolison. Neve, qëllimi jem kështu ka qenë, që edhe i krejt Këshillit të Bashkisë Vendore, që në programet kulturo-artistike duhet të vinë në kraj yjet e muzikës shqipe, sepse nuk ndryshe s'kishte ndoshta më mbledh popullata e kur të jetë edhe yjet e muzikës shqipe, edhe kështenjat e begatshme me prodhime dhe bimet tjera që rriten krajës, nuk do t'i mungoj një frymëzim i ri, një popullat e papashme në këto kohë e të buar në viset e krajës, në qendrën e krajës në Ostros. Kështu që disa vite kemi pasur këngëtar të ndryshme, duke filluar prej muzikës të viteve për këngëtarë vitën e kaluar kishim Remzi Osmanin me vllahun e saj, kurse këtë vit në skenë na vjen një ylliri muzikës shqipe ta quaj, e ajo është për ne Leonora Jakupi. Këtë mirëpresin kemi pasur ftesa të shumta kur kanë dëgjuar dhe ajo ka postuar se do të vinë Asim Gashi dhe do të vinë me Leonoren
sot në Ostros, ku do të shfaqi një program të begatshëm. Po ashtu nuk duhet të mohojmë organizatorin dhe njeriu i cili ka animuar muzikës shqipe dhe ka dhënë kontributin mjaft të madh dhe afirmimin e zonës së Krajës, sepse kemi dhe Muzafer Koliqin që nuk do të harrojmë kurrë. Kraja nuk duhet të harrohet si zonë, sepse ka dhënë shumë njerëz të artit, të kulturës, të shkencës, të politikës, të letërsisë e tjera dhe kanë tituj të ndryshme shkencor që po i shërbejnë edhe vendlindjes, edhe rrethit në Maltëzi, edhe jashtë malit të zi. Kranjanët janë të njoftun si emra të cilet i arrisin dhe emrin kësaj kraj. Por emri i krajës nuk duhet të harrohet se është një zonë mjaft e pasun, mjaft e begatshme, me kultura dhe pasuri të ndryshme, me bukuri të ndryshme natyrore, por për fat të keq, migracioni ka bë plagën dhe mendoj që me hapjen e rrugës dhe me hapjen e pikës kufitare, zoga i ske, dhe me ndërtimin e kësaj zone dhe të infrastrukturës bregore të liçenit të Shkodrës, Krajës do t'i kthehet dikur më shumë jeta se sa është sot. Ky manifestim ka rëndësi, tha që mjaft e madhe edhe për popullatën e Krajës. Për këtë, më së miri në për shtangjet të cilët tash po i vizitoni shihni, sepse për këta 2 ditë shitet një prodhimtari shumë e madhe e prodhimeve bujqësore, e gështenjave, e fiqve, e shegave, mollave të Japanit, e limojve, partagajve, e prodhimeve ullive, sepse është interesant se në kraj kanë të gjithë kulturat sukses, por fati i keq që kraja është pa ujë, e si kur të kishte edhe ujë, këtu do të bëjë një zonë e begatshme, një zonë që do të kesh një sukses të gjitha kulturat dhe në ditët e thata të verës do të jetë prodhimtaria shumë më madhe dhe interesimi i popullatës për kultivimin e kulturave. Ma mërmendja që në to 2 ditë që do të zhvillohen dhe po janë duket se po janë ditë të mira, se na përgëzoi edhe Zoti me këtë natyrë, me këtë ditë të bukur, edhe nesër pritet do të sjell një përfitim të mjaft të mirë të kranjanëve dhe atë në masë miri ta shpërfshini gjatë publikimit të sorteve të ndryshme të ekspozuara, të lloje të ndryshme të bimëve të ekspozuara në tryezat e hapura. Festivali, si që jeni edhe vetë me sigurisht njoftuar, ky ka disa vite që është filluar mu maj. Ky të thrasin dita e gështenjave. Kështu që në rrallë bele për çdo vit mahet. Përgatisin gështenja, zime, pjekna, dhe janë të shpjekin i po anena ku edhe krap edhe gjumca. Organizimi bëhet për çdo vit, por nuk është ditë të caktuar, si më thonë, por një këtë kohë, tetor nëndor, kur janë kështenjat. Organizohet në përshembull, përpara i kena pje këto kështenjat. Tash ju një japim në për shtëpia, i bien pjekna, si thonë, gjallabicë e trasin na. E kështu, sa i përket kështenjave, gjumcen, kur gja s'ka diçka të posaçme, e laj me krypim, e mam një natë në kryp, një nesër e përgojmë, si për shihni edhe vetë. Shumë kënaqem, shumë. Kë ka fituar një si thënë, një është mirë edhe për popull, edhe për shitsa, për krejta shumë.
ja kënë qëllua me këtë manifestim. Tha që me rrallë, nuk dhja janë 10 vjeta ja. Kraja nuk feston vetëm një frut, ajo feston vetveten, feston identitetin, gjuhën, këngën, tokën që e mban gjallë. Dhe çdo vit, ky festival rikthen të njëjtën të vërtet, se tradita nuk është diçka që ruhet në muze, por diçka që merr frymë, që rritet dhe që bashkon njerëzit.